Lumturin, kohën, dijen e gjithçka tjetër kanë vendosur që nga 1 marsi t'i ndajnë së bashku. Këto dy zonja të jashtëzakonshme pas përvojave të jetës kanë vendosur të bëjnë një hap të rëndësishëm, të hapin një qendër në zemër të Ferizajit. Për krahjen që kishin nga komuna, nxënësit e të tjerët, kjo qendër po e bën më të fortë edhe lidhjen e tyre. E qëllimin kryesor të kësaj iniciative e tregon më së miri mësimdhënësja Marie, e cila ishte ideatorja e parë. Qëllimi kryesor ka qenë me ba grumbullimin e pensionisteve, që me pas socializimin e tyre, direkt pra, në mesvedi, dhe normalisht me ardhjen këtu me pas një vend, pra, ku do të grumbullon, ku do të takohen, ku do të ndrojnë mendime, propozime, sugjerime, nga të gjitha segmentet e jetës së tyre. Për krahjen, fillimisht në ka dhënë për të parën herë kur kem shku ke kryetari i komunës dhe kem tregu idenë se çka po dom, jo vetëm atij, po të gjithëve ju ka pëlqyer ideja. Edhe nxënësve tonë, të cilët na kanë ndihmu pra me ardhur deri në këtë gjendje, ju ka pëlqyer shumë tepër ideja, për arsye se mandej kanë mendu se nonat e tyre, gjyqet e tyre kanë me qenë këtu. Dhe jemi t'i luftu për gjyqet e tyre dhe për nonat e tyre, çka dhe ashtu dhe ka ndodhur. Po, Ferizaj ka qenë qytet i vogël, si në krahasim me disa qytete, edhe është ndëgju për punën tonë, që kemi, do me thonë, kur kem shku e ka ditë kryetari që jemi shumë serioze për atë çka po kërkojmë. Edhe ai na ka dhënën i pari pra ngjyrën e gjelbërt, që them unë gurin e parë të themelit, edhe neve ndërtuam kalan, gur dhe bëm kalan. E jo vetëm një ditë e zakonshme e tyre, por edhe javë e muaj do të ketë një program të gjerë. Po normalisht ashtu kemi mendu, mos me qenë një organizat pasive, pa kur farë aktiviteti, po t'ju nisën nga shëndetësia, për këtë moshë që ka nevoj, gratë, normal, jo vetëm gratë, po edhe burat, keme pas ligjerata gratisë nga mjekët, që do të vinë pra njerën mujtë me mbajtë nga një ligjerat të profilive të ndryshme, jo vetëm mjekët, po ka me pas edhe prokurore dhe gjykatës edhe avokatë, normalisht do të bazohemi në ato punë që disa gra, për shembull, nuk janë gjendje me i kry vetë, po kanë nevojë për një ndihmë. Kush do t'ju sjellë atë ndihmën, normalisht njëra tjetrës do t'i sjellin secila, gruaja për gruan. Me plot entuziazëm, zonja Marie tregon në detaje lumturinë që kishte ndjerë, kur të tjerët erdhën në vizitën e parë. Kanë ardhur për herë të parë. Atëherë jam gëzuar, kur e kam parë reagimin e tyre, atëherë kam mendu, thash, o, Zot, mu plotësu dëshira. Edhe u kry si kemi mendu. Me Nazmien shumë kemi punu. Ju thash edhe pak parës, 1 vjet ka zgjatë kjo. Mandejt, të shku prej derës së nder, se unë jam bazun atë që trokit. Në 10 dyrë, njëna ka mu të qelë, apo këton, edhe na janë qelë në dyrë të gjitha, me dashurit të madhe. Edhe i falenderohem të gjithë nxënësve të mi, që na kanë dalë pra për në krah, na kanë ndihmu që nanave dhe gjysheve të tyre t'ju krijojmë një ambient kaq të këndshëm. Mësimdhënësja nuk la anash as kolegën e saj Nazmie Bekteshin, ku ishte para që mori vesh për këtë qendër. Nazmien, me cilën kemi fillu, edhe me Nazmien kam punu me një shkollë së bashku kolege kam pas, edhe kam pas antare të shoqatës Afrodita, edhe të rjetit ajo. Nazmia në këtë mosh ka aqellan, që ka kry një kurs edhe për një artë të për të bukur që pi shifni këtu.
edhe do të vazhdoje tashti gratë tjera, pra të cilat janë të interesume me vazhdu rrugën e saj. Mësimdhënësja Nazmije Bekteshti kishte një rol shumë të rëndësishëm gjatë gjithë këtij rrugëtimi. Ajo gjithashtu na tregon më shumë për këndin relaksues, e cila u kthye në një shtëpi të dytë për zonjat pensioniste. Së pari, ju dëshirojmë mirëseardhje në këtë këndin tonë relaksues, po e quajmë, një ambient që kemi bë përpjekje me qenë me të vërtet i këndshëm, ku do të kënaqemi, do të relaksohemi, edhe kemi mendu për zonjat që kur të vinë ta kenë si shtëpi të dytë. Ideja e mësuesës Marie, si çdo herë, gjithmonë ka qenë ideatore, edhe unë jam ndi e privilegjume që e ka nda mendimin, idejen, zbashku me mu. Mas pari respekt për mësuesën Marie, për besimin që ka pas, po më duket që nuk e kam zhgënjy. Por si filloi mësimdhënësja Bekteshti të mirret edhe me artin me pika. Kur kam qenë në marrëdhënie pune, të dyjat jemi punëtore të arsimit, kemi qenë, më ka josh arti. Mirë po koha nuk ka premtu aq. Mandej pasi dola në penzion, sikur nuk e pashtë arsyeshme me kalu kohën vetëm me punë të shtëpisë. Edhe rastisht e kam pa këtë artin që më ka bë për vete edhe më ka pëlqyer shumë. Pastaj kam kry një kurs, artin me pika edhe art me resin. Zakonisht këto që po i shifni janë me ngjyrë të zezë, të porcelanit. Ky art më shumë vjen shprehje kur është baza e zezë, edhe punohet me ngjyra akril. Këto e punojnë gjitha moshat, prej fëmijëve e deri te pensionistet. Kështu që ky art të relakson, të qetëson, të koncentron, të jep durim, të kesh durim. Nuk është vetëm ta kryj një punim, po ta shijoj, ta përjetoj energji pozitive, edhe kështu që për atë është të krejt moshat. Largohesh pak prej gjanave rutinore të përditshme, prej telefonit, prej elektronikës, edhe fokusohesh këtu me kriju diçka të bukur. Kemi pas mbi 100 mysafir, tu fillu prej krerave të komunës, kryetarit, gjitha personaliteteve të ndryshme. Jemi shumë mirënjohëse edhe shumë falenderuese për krejt mbështetësit, për krasit, donatorët që na kanë mbështet. E në mesin e këtyre zonjave një optimiste madhe është edhe zonja Gjylsime për hapjen e kësaj qendre. Unë e quj këtë domethënë një kohë jo e humbur, po e plotësuar emocionalisht. Është e mirë se ardhëm, e gjejmë veten shumë mirë, si cila që vjen këtu. Jemi si një, pavarësisht çfarë profesioni ka, nuk kemi asnjë dallim, as prej kahit është, domethënë e kemi shumë gjunet përbashkët. Që tash këtu kemi këto aktivitetet, edhe po i kemi ftesat, tash së shpejti do të marrim pjesë në korin e grave që do të mbahet në Prishtinë, koncert të premten, edhe janë të mirësoardhura gjitha cila ka dëshirë. Kemi aktivitete të ndryshme, të cilet janë shumë të mirëpritura nga të gjithë ne gratë e kësaj shoqate. Për të gjitha zonjat e pensionuara, kjo është mundësia për të zbuluar pasionet e reja, për të kontribuar në shoqëri dhe për të krijuar lidhje të forta, pavarësisht moshës që keni.